Një 52 vjeçar ka rënë në prangat e policisë së Tiranës pasi u kap duke transportuar arsenal luftarak dhe lëndë plasëse, të cilat dyshohet se do t'i shiste. Në kuadër të operacionit policor të koduar Porosia, u arrestua shtetasi Petrit Çeça, 52 vjeç, banues në Fushkruj. Sipas policisë, i arrestuari, i cili rezulton me precedent të mëparshëm penal në fushën e narkotikëve, u ndalua në rrugën Kastriotët në Tiranë, teksa transportonte lëndët e rrezikshme. Gjatë kontrollit të një qeseje që mbante me vete, shërbimet e policisë sekuestruan 2 granata dore luftarake, 2 ndezës unifikues granatash, 600 gram lëndë plasëse të dyshuar si tritol, një pjesë tritoli të pajisur me 2 fitila dhe 2 kapsolla detonatore të gatshme për shpërtim, si dhe 6 kapsolla detonatore. Sipas hetimeve paraprake, 52 vjeçari dyshohet se i transportonte këto lëndë me qëllim shitjen e tyre. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme, ndërsa hetimet vijojnë për të dokumentuar plotësisht aktivitetin kriminal të arrestuarit, si dhe për të identifikuar personat që mund të ishin të përfshirë në blerjen apo shpërndarjen e lëndëve plasëse.